Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mësimin e kaluar tek dita e Kiametit, përmendëm ajetin kuranor kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidi al-qahhar." E ditën kur toka do të ndryshohet me një tjetër tokë, do të zëvendësohet me një tjetër tokë, por kështu edhe qiejt, dhe të gjithë do t'i shfaqen i Allahut të vetmit nga dhënjimtarit. Dhe thamë që dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme se cili është kuptimi me ndryshimin apo zëvendësimin e tokës. Disa dietarë thanë se do të jetë e njëjta tokë që jemi dhe ne në këtë dynja, por do të ndryshojnë cilësitë e saj. Pra siç vinte në hadithin e profetit alayhis salatu wassalam, që do të jetë një tokë e sheshtë, e bardhë, shumë e bardhë e pastër, dhe pa gjurmë të askujt prej krijesave. Pra nuk është bërë në të, nuk ka gjurmë të veprave të njerëzve në të. Dhe gjithashtu se kjo tokë do të shndrohet në bukë, nga e cila do të hajnë ata që do të jenë për në xhenet, në mënyrë që mos kenë urinë në ditën e Kiametit. Dhe dietarët e tjerë thonë që do të jetë tjetër tokë. Pra jo kjo tokë, por një tokë e re. Një tokë e re. Dhe folëm rreth kësaj çështje. Dhe çështja e radhës është se ku do të jenë njerëzit kur të ndodhë ky ndryshim i tokës, qoftë i cilësive të saj, sipas një mendimi, apo ardhja një toke, krijimi apo shfaqja një toke të re që e sjell i gjithë pushtetshmi në atë ditë të madhe. Për cilët në Sahihun e Imam Muslimit, Allahu më shëroft, nga sahabi nderuar Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, Maula i të dërguarit të Allahut, dhe i thotë se po qëndroja në këmbë pranë profetit alayhi salatu wassalam, dhe në këtë moment vjen një prift nga priftërinjt e xifutëve, pra një klerik nga klerikët e tyre. Dhe ne dim që në Medinë kishte xifut. Dhe ishin disa fise. Dhe i tha: "Assalamu alayka o Muhammed." Assalamu alayka o Muhammed. Dhe thotë Thobani, kur ai tha këtë fjalë, unë e shtyva atë fort, gati sa nuk ra. Dhe qifuti tha: "Pse më shtyve?" Pse më shtyve? Ai tha: "Sepse ti nuk thua o i dërguari i Allahut." Po çfarë i tha në emër profetit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo është mungesë e respekti për të, sepse Allahu e thiri me titullin e tij, ja ayuha rasul, o i dërguar, ja ayuha nabi, o lajmëtar, e thiri me titujt që i dha. Dhe sahabët e thrisnin me titujt, nuk e thrisnin në emër, ishte mungesë e respekti. Dhe pra ti nuk thua o i dërguar i Allahut, pra shihni xhelozinë e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum për të dërguarin e Allahut dhe personalitetin, figurën e tij. Dhe shembujt nga jeta e sahabëve apo nga momentet e vështira në të cilat kaloi profeti alayhis salatu wasallam dhe sahabët e mbrojtën me trupat e tyre, janë të shumta. Dhe kjo tregon dashurinë e madhe që kishin ata për të dërguarin e Allahut. Dhe dashuria për profetin alayhis salatu wassalam është rrjedhoi një besimi të fortë, të madh për Allahun e lartësuar. Pra ai nuk tha assalamu alayka o i dërguari i Allahut, po tha assalamu alayka o Muhammed. Prandaj dhe Thobani radhiyallahu ta'ala anhu e shtyu. Dhe kur qifuti e pyeti pse e bërë të gjë, ja shpjegoi. Atëherë qifuti përgjigj dhe tha: "Unë tha qifuti e thirra atë me emrin që ja ka vendosur familja e tij." Pra nuk bëra gjë të keqe, filloi të arsyetohet, justifikohet, sepse qifuti nuk i kishte pranuar Islamin, që ta thrisë të dërguarin e Allahut me titull. Dhe profeti alayhis salatu wasallam tha: "Emri im është Muhammed."
dhe këtë emër ma ka vendosur familja ime. Pra sikur ja aprovoj Qifutit. Dhe Qifuti tha, kam ardhur që të të pyes. Kam ardhur të të pyes. Profeti alayhis salatu i tha, a të bën dobi ty përgjigja ime? Pra, nëse ti më pyet dhe unë të përgjigjem, a ka dobi ty të ty, a do e pranosh Islamin? Apo do mbetesh në të njëjtën gjendje? Nëse je vendosur të mbesësh në të njëjtën gjendje, atëherë mos e bëj pyetjen fare, pra çfarë dobi ka dituria që kërkon? Kur ajo nuk të shty në hajër, pra. Qifuti tha, do të dëgjoj me veshët e mi. Pra, do të më mjaftoj mua kjo si fakt që unë i bëra një pyetje Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe e dëgjova me veshët e mi përgjigjen e tij. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte në të moment një shtrop në dorë që si ai që duke u menduar e ngul në tokë, jeni parasysh njeriu që duke menduar ngul dhe i tha, më pyet. Bëje pyetje. Qifuti tha, ku do të jenë njerëzit në ditën që toka dhe qiejt do të ndrohen, do të zëvendësohen apo do ndryshojnë? Profeti alayhis salatu i tha, hum fi dhulma dun al-jisr. Ata do të jenë në dhulme, në errësirë, dun al-jisr. Kjo fjala dun al-jisr, dietarët i japin interpretime ndryshme, për shkak se i përmban disa kuptime në gjuhë. Disa thonë mbi urë, gjisër është urë, mbi urë. Të tjerë thonë pranë urës, afër saj. Të tjerë thonë para saj. Para saj. E rëndësishme në këtë hadith, u pyet profeti alayhis salatu wasallam se ku do të jenë njerëzit ku të ndodhë ky ndryshim i universit, pra i tokës dhe i qiejve. Ngjarje shumë e madhe, shumë e madhe. Ne për shembull kalojmë në një vend që ka ndryshuar shumë. Për shembull në një vend i shkret është kthyer të papritur në një pyll dhe në habit, në manit, apo nga një vend me ndërtime e tjerë është ndruar në rrafsh, në trondit. E jo më të ndryshojnë qiejt edhe toka si do të jetë gjendja e shpirtërore e njerëzve. Dhe profeti alayhis salatu wassalam thotë se do të jenë në gjisër, në urë. Dhe shpjeguam çfarë kuptimi ka kjo në urë. Mund të ketë kuptimin mbi urë, apo afër urës, pranë saj, anash saj, apo para urës. Dhe vjen gjithashtu, thotë Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha se ka thënë, e pyeta të dërguarin e Allahut rreth ajetit kuranor, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Ditën kur do të ndryshohet toka me një tjetër tokë, i thash, o i dërguari i Allahut, ku do të jenë njerëzit atë ditë? Pra kur të ndodhi ky ndryshim i tokës, ku do të qëndrojnë njerëzit? Dhe bëhet fjalë për gjithë njerëzimin, nga i pari te i fundit. Profeti alayhis salatu wasallam tha ala sirat, mbi urë, mbi sirat. Mbi sirat. Nisur nga kjo, dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, cili është kuptimi apo qëllimi me siratin. Sirati që është mbi xhehenem dhe që do ta kalojnë besimtarët për të hyrë më pas në xhennet, apo është një vend urë tjetër. Pse? Sepse ne dimë që qëndrimi apo kalimi në sirat bëhet pas dhënies llogari. Pas dhënies llogari dhe ndryshimi i tokës do të ndodh para kalimit në sirat. Nisur nga kjo dhe Allahu alem, dhe ky mund të jetë mendimi më i saktë, që e ka dhe si fetva Sheikh Bin Bazi, Allahu mëshiroft, është që nuk është qëllimi të sirati i përmendur, ku do të kalojnë njerëzit, ku do të bien atë munafiqët pa besimtarë në xhehenem dhe do të kalojnë besimtarë për në xhenet. Por është një urë tjetër. Një vend tjetër sa për të qëndruar njerëzit kur të bëhet ndryshimi apo zëvendësimi i tokës me një
me një tjetër tokë. Gjithashtu, nga çështjet rreth kësaj dite të madhe është edhe se nga emrat e profetit alayhi salatu sallam ishte edhe El-Hashir. Ishte edhe El-Hashir. Ai që që të bën njerëzit. Ai që të bën njerëzit. Si që në hadithin që e përcjell Buhariu dhe Muslimi se profeti alayhi salatu sallam ka thënë li khamsatu asma, un kam 5 emra, ana Muhammad, un jam Muhamedi, Ahmedi, Al-Mahi, me të cilin Allahu fshin kufrin. Kjo kuptimi fshin kufrin, ose se në kohën e tij profeti alayhi salatu sallam e fshiu kufrin me suksesin nga Allahu në pjesë të territorit të gradishullit arabik, apo të tjerë thonë që është një kuptim më i përgjithshëm, pra që Allahu fshin me argumentet me të cilat ai erdhi, me udhëzimin me të cilin ai erdhi, fshin kufrin kudo në botë, e azgjeson, nuk qëndron, nuk reziston, eliminohet e pavërteta ndaj me udhëzimin me të cilin erdhi profeti alayhis salam. Ky është emri i tretë që përmendi. Dhe un jam El-Hashir, tha, un jam El-Hashir, ai i cili të bën njerëzit pas ti. Ai i cili të bën njerëzit pas ti, dhe El-Aqib, ai i cili ose ai pas së cilit nuk ka më profet. Nuk ka më profet. Pjesa që na intereson që ka lidhje me temën tonë është fjala e profetit alayhis salam El-Hashir, tubuesi, pas të cilit të bën njerëzit e tjerë. Dhe ne dim që profeti alayhis salatu sallam i pari që do të ringjallë, që do të dalë nga varri. Dhe ky është një nderim nga ana e Allahut të lartësuar për të dashurin e tij, për më të dashurin e tij, Muhammedin alayhis salatu wassalam. Do ta nderoj Zoti i tij. Dhe Allahu i lartësuar nderon si të dojë dhe në mënyrën më të bukur. Në atë mënyrë që të nderon Allah nuk ka mundësi dhe fuqi të nderojë askush. Sa do të dojë, nuk të nderon dot askush. Pra imagjinoni në atë ditë madhe, dita më e vështirë, dita e ringjalljes dhe tubimit të gjithë njerëzimit, i pari i cili do të dalë nga varri i tij, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra, dhe si thot në hadithin e Busaidit, unë jam i pari që me të cilin do të hapet toka në ditën e Kiametit. Pra i pari që do të dali nga varri. Çështja tjetër që më përmendim nga dita e Kiametit, siç e kemi thënë edhe më parë, është se kjo ditë e ndryshimeve të mëdha. Si thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idha as-sama'u fatarat, wa idha al-kawakibu intatharat, wa idha al-biharu fujjirat, wa idha al-quburu bu'thirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Thot Allahu i lartësuar, kur qielli të plas, pra ky qiell i madh, saqë ne me shikimin ton, por edhe me anë të mjeteve të ndryshme nuk arrim dot t'ia shohim fundin, dhe ne e dim që ka fund. Pavarësisht se shkencëtarët thonë nuk ka fund. Ja, e vërteta është që ka fund. Allahu është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Dhe ky është qielli i parë, i dyti më i madh se i pari, i treti më i madh se i dyti. Imagjinoni, apo nëse nuk arrim do të imagjinojmë se sa të mëdhenj janë to krijesa të Allahut të plot fuqishëm. Pra kur qielli të plas, ky qiell i madh do të plas. Dhe yjet të derdhen, pra të bien, të rrëzohen. Kur detet të përzihen dhe varret të rrotullohen. Pra të rrotullohen, filloi tronditja e tokës, ringjallja, e dalja e njerëzve nga varret. Atëherë çdo kush do të mësoj për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. Për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fa idha nufikha fi s-suri nafkhatun wahida wa humilat al-ardu wal-jibalu fadukkata
دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Thot Allahu i lartësuar, edhe kur t'i fryhet surit një herë të vetme, pra kur të bëhet fryrja e parë, gjëmimi i parë, kur toka dhe malet të ngrihen lart e të thërmohen me një goditje shkatërimtare. Subhanallah. Toka e madhe, malet me përmasa të mëdha, të shtrirë me kilometra, shkëmbor në përbërjen e tyre do të thërmohen. Çfarë fuqie e madhe. Çfarë fuqie e madhe, subhanallah. Atëherë do të ndodh ngjarja e pashmangshme dhe do të çahet qielli që atë ditë do të jetë i thyeshëm. Pra ky qiell që na dulet i fortë, atë ditë do të jetë i thyeshëm, i dobët. Do të pësojnë ndryshim lehtë. Melajket do të rrinë skajeve të tij, kurse 8 prej tyre do të mbajnë fronin, arshin e Zotit tënd. Pra shihni si na përshkruan Allahu i lartësuar, pra shkatërimi i qiellit, shkatërimi i tokës, thërmimi i maleve, zbritja e melajkeve, shfaqja e tyre në qiell, në skajet e qiellit, dhe 8 prej tyre thot mbajnë arshin e Zotit tënd. Dhe Allahu i lartësuar nuk ka nevojë që dikush në krijesat e tij t'i mbajnë fronin. Dhe as nuk ka nevojë as për fron. Allahu i lartësuar është i pa nevojë. Është i plot fuqishëm, i përsosur, i përkryer. Nuk ka nevojë për asgjë. Por i bën këto krijesa dhe na tregon neve të pamje për të kuptuar dhe për të ndjerë akoma dhe më shumë madhështinë e tij, fuqinë e tij, përsosmërinë e tij. Subhanallah, dhe të mendosh pastaj ky njeri i vogël, grimc në univers, i dobët, i paditur, sa do të di, del dhe kundërshton Allahun e lartësuar. Sa i fuqishëm është Allahu, pra këtë univers e thërmon, e ndryshon, e thyen. Dhe del njeriu pasaj, Zot na ruaj. Allahu na rujt. Allahu na dhënë zemër të fortë në fe. Dalin disa njerëz pasaj, jo thjesht e kundërshtojnë Allahun në gjuna, por e mohojnë, e luftojnë besimin, besimtarët, shembin, xhamiat. Allahu i shkataroft. La ilaha illallah. Zot na ruaj. Pra, thotë gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa futihati as-sama'u fa kanat abwaba, dyert e qiellit do të hapen. Pra ky qiell ka dyer. Ky qiell ka dyer. Dhe do të hapen. Pra shihni, dhe do të zbresin me lajket. Shihni çfarë pamje madhështore. Në atë ditë. Sa ditë e madhe do të jetë ajo. Subhanallah. Dhe është ditë që do ta përjetojmë që të gjithë. Këto janë fragmente, sekuenca që do t'i përjetojmë. Që të gjithë. Gjithashtu thotë Allahu i lartësuar, për cilët në Sunenin e Tirmidhiut dhe sartëson Sheikh Albani, hadithi profetit alayhi salatu wassalam, i cili thot, ai i cili dëshiron që ta kuptoj kiametin, sikur ta shoh përpara tij, sikur ta shoh me sytë e tij, pra sikur po zhvillohet përpara tij, le të lexoj idha shamsul kuwirat, pra surën at-Takwir, wa idha as-sama'u fatarat, pra surën al-Infitar, dhe wa idha as-sama'u shaqqat, surja al-Inshiqaq. Thonë dietarët, ndërta dhe Imam Qurtubiu, u përmendën pikërisht këto sure për shkak të përshkrimit të detajuar që i bëhet ditës së Kiametit. Përshkrimit të detajuar që i bëhet ditës së Kiametit. Dhe nisur nga ajo që përmendëm, edhe në ajetet e tjera që përmenden në Kur'an, e shohim se ndryshimi në qiell do të jetë
ndryshim jo vetëm në qenjen e tij, pra që nga një krijesë apo nga një qiell i fortë e tjerë, do të jetë një qiell i thyeshëm, i dobët, por do të jetë edhe, pra jo vetëm në cilësitë e tij, por edhe në ngjyrën e tij. Do të ndryshojë edhe ngjyra e qiellit. Pra nuk do të jetë që kaltërsi që na duket e bukur, dhe është e bukur realisht, a kupton? Dhe as në një ngjyrë tjetër, në ngjyrat që kemi parë, pra qoftë në momentin e perëndimit apo në kohët e shi të vrentura e tjera apo dhe natën në errësirën e plot. Por do të jetë një qiell që plas, një qiell që çahet dhe një qiell i kuq si trëndafili i kuq. Jeni parasysh trëndafilin kuq se i kemi dhe robori xhamis. Në atë ngjyrë të kuqe. Pra jo kuqja si perëndimin që na duket e bukur që ngjan e përzimet si me portokalli e tjerë, i kuq flak. Si sot Allahu subhanahu wa taala fa idha shaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kad-dihan. Wardatan kad-dihan. Vetë kur të çahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili, kad-dihan. Kad-dihan ka kuptimin e të kuqes së fort që ndriçon. Subhanallah. Krijes pra si do të ndryshojë. Dhe Allahu ka fuqi për çdo gjë. Dhe për cilën nga Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu se thot se qielli do të jetë, kur flet për ndryshimin e qiellit në ditën e Kiametit, thotë se do të ndryshojë sipas gjendjeve. Pra nuk do të jetë në ditën e Kiametit në të njëjtën gjendje. Por do të ndryshojë një herë në këtë cilësi, një herë në këtë cilësi dhe një herë në një cilësi tjetër. Dhe thotë një herë do të jetë do ndryshojë ngjyra e tij, do të jetë i kuq, flak, do të jetë i dobët, i brisht, do të çahet, do të plasi, pra gjendje pas një gjendje tjetër. Dhe të gjitha këto ndryshime të tokës së qiellit, siç e kemi thënë, do të ndodhin pas fillimit të Kiametit, jo para. Pra do të bëhet surja në fryrja në sur për vdekjen e krijesave dhe do të filloj pastaj Kiameti me ato etapat që i kemi përmendur deri tani. Gjithashtu ndryshimet do të përjetojnë edhe dielli dhe hëna, për ato dy planetet mëdha, që me të cilat jeta jonë është e lidhur në kuptimin e përfitimit prej tyre dhe në kuptimin e dëshmisë, pra që ne i shohim çdo ditë e çdo natë. Dhe përjetojmë ngrohtësinë e diellit, përjetojmë ndriçimin e hënës. Dhe i kemi edhe si njësi apo krijesa me të cilat masim ndërkohën, yesalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dhe të pyesin ty për hënën, thuaj ajo është kohë përcaktuese matse për njerëzit dhe për kryerjen e haxhit. Por që dhe dielli për kohët e namazeve e tjerë. Pra edhe këto dy planetet mëdha, pa i hyrë atyre detajeve të cilat i përmendin shkencëtarët rreth përmasave, largësisë me tokën e tjerë, mund të jenë aq, mund të mos jenë aq, mbeten lajme nga pabesimtarët që kërkojnë një vërtetim. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Por kur syt të verbohen, kur të fillojë Kiameti dhe ai njeriu të shoh atë llahtari, atë pamje të tmerrshme, të frikshme dhe ta kapi paniku, do të shtanren sytë e tij sikur të jenë të verbuar. Dhe të zihet hëna, pra t'i fitet drita e saj.
Dhe dielli e hëna të bashkohen për ato dy planete që janë larg njëri tjetrit, dhe Allah i lartësuar me përsosmërinë në krijim ka bërë që në këtë dynja të jetë secili në orbitën e tij. O kullun fi falakin yasbahun. Thot Allah subhanahu wa taala, dhe secili në atë felekun e tij, orbitën e tij noton, lëviz. Dhe thot Allah subhanahu wa taala noton nga kuptimet që i japin zbulimet që janë bërë sot, sepse lëvizja e planeteve ngjan si një notimi në ujë, pra ka hapësirë për të jetë një ujë dhe lëvizja e planeteve në të. Në atë ditë do të bashkohen. Pra shihni çfarë mund të ndodhë në hapësirë, pra, nëse dielli dhe hëna do të bashkohen në dy nja. Të dy planete. Atë ditë njeriu do të thotë, ku ka strehim që të shpëtoj? Ku ka strehim që të shpëtoj? Ti e parasysh njeriu përgjithsisht nëse ka një rrezik pranë vetes së tij, një kafshë e egër apo në një moment lufte armiku i afrohet dhe nuk mund ta përballojë, nuk mund të vazhdojë më të luftojë, nuk ka forcë më, kërkon vetëm të shpëtoj kokën e tij. Të futet në çdo vend vetëm të shpëtojë, vetëm t'i largohet, të mbrohet nga ky rrezik. Dhe atë ditë do të dëshiroj diçka të tillë. Ku të strehohet. Dhe thot Allah subhanahu wa taala: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Mos mendo kurse se Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqbërësit. Atë që bëjnë keqbërësit. Ai vetëm u ashtyn deri pra dënimin, deri në ditën kur syt e tyre do të zgurdullohen nga lemeria që shohin, nga pamja e tmerrshme që kanë para vetes, nga ajo që po ndodh, e jashtëzakonshme. Dhe duke vrapuar me kokë lart, pra si ai që turret, dhe kokën e mban lart nga ajo që po sheh, mbi kokën e tij, nuk do të mund t'i lëvizin syt, pra vetëm shumë. Ndërsa edhe kjo gjendje, pra që nuk lëvizin syt, tregon atë panikun që po përjeton ai, atë tmerrin që po përjeton ai. Ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrazëta nga çdo gjë tjetër. Nga çdo gjë tjetër. Përveç panikut që përjetojnë në atë ditë. Dhe tham që atë ditë dielli dhe hëna do të piqen, do të bëhen bashkë me njëra tjetrën. Dhe kur dhe do të fiten dritat e tyre, do të fitet drita e diellit. Do të fitet drita e hënës. Dhe njeriu do të thotë ejn el mafar, ku të strehohem, ku të shpëtoj, ku të mbrohem. Por thot Allah subhanahu wa taala: kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Askund nuk ka streh. Nuk ka. Askush nuk të ndihmon dot atë ditë. Nuk ka atë ditë në një vend ku keqbërësi mund të mbrohet e mund të fshihet. Siç ndodh shpesh në këtë dynja, me urtësi nga Allahu, që bëjnë zullume të mëdha njëra pas tjetrës dhe ndjehen të qetë, sepse gjykatat i kanë pas vetes, sistemin e drejtësisë e kanë pas vetes, kanë ushtri njerëz që i mbrojnë, kanë para me të cilat mund të blejnë drejtësinë e tjerë, apo kanë sot siç mund të jeni vënë re, ka një mani në ndërtimin e banesave brenda në tokë. Dhe me idenë se në këtë mënyrë mund të shpëtojnë nga një luftë bërthamore, saqë marrin dhe ushqime të konservuara që mund të rrojnë për vite e vite të tëra.
me idenë dhe me besimin me mendimin se në çdo moment që tani të ndodh një luftë e tillë, ai është i mbrojtur, futet aty edhe është i mbrojtur. Çu mendon ai në dynja? Mund t'ja arrijë, se kjo është dynjaja, vërtet. Por atë ditë nuk ka të tillë, nuk ka vende për të mbrojtur. Nuk ka persona që të vinë dhe të marrin përsipër strehimin dhe mbrojtjen tënde. Por atë ditë përfundimi do të jetë tek Zoti yt, thot Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka më atë ditë një vend ku mund të qëndrosh dhe një vend ku mund të fshihesh. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, idha shamsu kuwirat. Në lexojmë ajetet kuranore sepse në atë mënyrë që e tregon Allahu nuk mund ta tregoj dot askush. Sado që ne të vëmë në punë imagjinatën tonë, prap do të jetë shumë larg realitetit të asaj dite. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Thot i gjithdijshmi, kur dielli të mbështillet e të humbë shkëlqimin e tij, të humbë dritën e tij, pra kjo krijesë me ndriçim kaq të fortë, me nxehtësi kaq të madhe, saqë e përjetojmë dhe këtu në tokë, atë ditë do të fiket. Nuk do të jetë më dritë. Nuk do të jetë më nxehtësi. Kur yjet të rrëzohen, subhanallahu. Keni parë ndoshta, jo pothuajse gjithë në ata rastis që një meteor që bie, kupton. Dhe në qiell këto janë të shumtë. Më ka rastis një herë kur isha në Arabi me studime, po udhëtoja natën nga Medina në Riyadh. Udhëtimi ishte natën. E bëshim natën si më freskët e tjerë. Dhe ndaloj autobusi në një pikë ndalimi mes të shkretëtirës. Dhe nuk ishte ndriçim. Sepse vend shkretëtirë pa banum. Dhe qiellin, aty e pash qiellin me një yjesi aq të madhe, aq të shumtë sa që u mahnita. Selam. U mahnita. Xixa. Pra si të kesh një copë letër dhe të jetë vetëm me xixa. Pra aq të shumë dhe aq pranë dukeshin yjet me njëri tjetrin. Dhe në çdo moment vetë se rrëzoheshin meteor apo yje. Sekond pas sekonde ishte. Aq të shpeshta. Pamje e mahnitshme. Atë ditë të gjithë yjet do të rrëzohen. Nuk do të mbesim në qiell. Dhe malet të lëvizin tutje, të dalin nga e thellësi e tokës në të cilën janë, të përplasen me njëri tjetrin, të thërmohen, të shkulen, të fluturojnë, la ilaha illallah. Kur devet barëse të braktisen dhe e gërsirat të tubohen, kur detet të vlojnë, pra detet ujë, atë ditë do vlojnë, do jenë zjarë. Pra, nëse të ujë e përdorin për të fitë zjarin, atë ditë do t'jetë vetë zjarë. Pra, shini që ndryshimi. Lëndë e pa djetshme do të shndrohet në lëndë djetëse, në zjarë. Mjetë me cilin fitë zjarin, atë ditë do t'jetë zjarë. Edhe shpiretrat të bashkohen, pra me trupat e tyre, këtu jemi të bëjmë me momente e para të kiametit. Kur foshnja e varrosur për së gjalli të pyetet për çfarë faji ishte vrarë, dhe këtu bëhet fjalë për foshnjat në xahilietin e arabëve, pra që i varrosnin të gjalla nëse ishin femra. Kur fletët të shpërndahen edhe qielli të zhvishet, s'ka më yjesi. Kur xhehenemi të flakëroj, su'irat, shindezur fort atë ditë. Ai ekziston xhenemi, edhe xheneti, janë krijuar, ekzistojnë kësaj dite.
Atë ditë xhehenemi do vloj më fort. Do jetë më i zjarrt, më i ndezur, më i nxehtë atë ditë. Edhe xheneti të afrohet për besimtarët, mezi i pret banuesit, banorët e tij. Atëherë çdo kush do të marrë vesh çfarë kishte përgatitur. Por kur ta marrësh vesh atë ditë, do të kesh më mundësi që të përmirësosh diçka. Plotësosh ndonjë manësi, apo t'i largosh ndonjë vepër të keqe, apo të bësh një tjetër vepër të mirë. S'ka. Nuk ka më alternativë, nuk ka më mundësi, nuk ka më hapësirë, nuk ka më shans të dytë. Mbaron përfundimisht atë ditë. Dhe përcillet në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë ash-shamsu wal qamaru mukawwarani yawm al-qiyamah. Dielli, thot profeti alayhi salatu wasalam, dielli dhe hëna do të jenë të palosur, do të piqen, do të jenë të fikur, dhe do të bëhen bashkë. Errësirë e plot, do të bëhen bashkë. Ndërsa një tjetër hadith që e sartëson Sheikh Albani, profeti alayhi salatu wasallam thot inna ash-shamsa wal qamara thawrani aqirani fi an-nar. Dielli dhe hëna atë ditë pra do të jenë dy dema aqirani në zjarr. Aqirani ka kuptimin e demave që janë prerë këmbët që mos lëvizin. Pra në kuptimin dielli dhe hëna, ato dy planete do të jenë të nënshtruar atë ditë, edhe tani janë të nënshtruar, dhe do të hudhen në zjarr. Thonë dietarët, hudhja e tyre në zjarr nuk është për shkak të ndonjë faji prej tyre, për faktin se ato nuk janë krijesa me përgjegjësi si natyra e njeriu. Ato janë krejtësisht të nështruar ndaj Allahut, nuk lëvizin, nuk shmangen, as pak nga bindja dhe nështrimi ndaj Allahut. Por do të hudhen në zjarr si një formë për çmimi, dështimi për ata të cilët i kanë adhuruar. Lind dielli, adhuruesit e diellit e adhurojnë. Perëndon e adhurojnë. Lind hëna, den natën shfaqet, adhuruesit e hënës e adhurojnë. Dhe si sot Allahu subhanahu wa ta'ala innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Me të vërtet ju dhe idhujt që i adhuroni në vend të Allahut do të jeni lëndë djetëse për xhehenemin. Ju do të vini në të. Pra dielli dhe hëna që ju i adhuronit, i përgjëroshit, i friksoshit, i donit, sepse nga format e shirkut janë edhe dashuria. Dhe një nga llojet e idhujtarisë është edhe të duash dikënd, apo siç e kishin arabët, xahiliyetit, një pjesë e tyre mushrikëve, i donin idhujt e tyre sikur se Allahun. Wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. E kanë nga njerëzit që marrin andad të barabartë, i bëjnë Allahut të barabartë për krijesave. Dhe i duan ata sikur se Allahun. Pra e duan Allahun, por i duan edhe ata sikur se Allahun. Ja pra ku i keni, që ju i deshet aq shumë, sa Allahu, apo akoma dhe më shumë. Apo i konsideroni vetëm ato si zotat tuaj dhe askën tjetër. Që i bindesh, që i nështroshit, që i friksoshit, që i përgjëroshit, që bëshit kurbane për to. Që shpresoni tek ato, e që ishit lidhur jetën tuaj me to. Si që është dhe horoskopi për shembull. Ja ku jam, në zjarr me ju. Pra shini çfarë përfundimi i jep, çfarë dështimi i jep atyre Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo pra, ajo që mund të themi sot rreth kësaj dite të madhe. Elusim Allahun azza wa jall na japi neve përfundim të mirë, na lehtësoj neve qëndrimin në atë ditë në mëshirën e tij. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.